ku flen lepur? Ja u thamun. S'ka gjë më të vështirë se me gjetë lepur në Osman, ku flen? Vështirë. Po diku flen e gjithmonë. Çfarë ka ndodhur? Lubia jo vetëm firmos kontratën për një siguri 140 milion, por Lubia një vit mrapa firmos transferimin. A, bravo. Firmos, ja ku e keni. Se vend kryeministra dhe ministra, mos harrojnë, i vend të dy titull këtu. Shoqëria koncesionare Vlora International Airport. Firmos kalimin e aksioneve nga YDA Insat Sani VE Ticaret Anonim Siriketi, kompania turke, e cila është kompani me ekspertizën në ndërtimin e aeroporteve, pa praninë e të cilave aeroporti nuk fillon të ndërtimin, nuk ndërtohej, dhe menaxhimin e aeroporteve. Pra, firmos kalimin e aksioneve nga kjo kompani tek Mabco Construction, që në këtë moment tenderi rëzohet. Shtyllë kryesore e tenderit nuk ishte Mabco Construction, sepse s'kishte asnjë eksperiencë në çështje aeroportesh, por kishte kompania turke që ishte ndërtuese, menaxhuese aeroportesh. Dhe një numër kompanish të tjera që u paraqitën në tender, po që nuk kishin praktikën ekspertizën e kompanisë turke, u përjashtuan nga tenderi. U përjashtuan, sepse nuk kishin ekspertizën. Tani, kompania me ekspertizë mbi të cilën u bazua tenderi, u thot mirupafshim dhe Lubia, sigur ta kishte pronë në borën e vet, firmos kaloja aksionet pacollit. Tani, çdo shqiptar ka të drejtë absolute të dyshojë se ato aksione janë të Edi Rams dhe Lubi Ballukut. Dhe këtu mund tjetë, nuk them, se këtë se nërvesh, këtu mund do në hetim të gjithanshëm, dhe këtu mund të jetë shkaku i angazhimit kaq intensiv të Edi Rams, Lubi Ballukut, Tauland Ballse me radhë në një aferë e cila në pamje është aferë midis dy ortakëve, pa lidhje me shtetin. Pra, sepse, që ta dini ju, nuk do të marrë asnjë anë, absolutisht, por i vetmi transferim aksioni në 4 vite i miratuar nga qeveria, transferimet aksionet gjithmonë duhet miratohen nga qeveria, është ligja jo, ligjin tregtar, është transferimi i aksioneve të kompanisë turke, që është bërë në shkeljet ligjit. U lumturua Lubia me ato aksione, apo Edi Rama, apo Tao, apo kush, këto sigurisht pa hetim nuk mund të thuash. Po fakti që implikohen kaq thellë, fakti që kanë firmosur një kontratë të tillë, i akuzon këta absolutisht si direkt përgjegjës për të gjithë këtë aferë mega korruptive. Mos harroni, nuk ka një dokument ku t'jetë firmosur transferimi i aksioneve nga Pacolli tek Valoni.
Nuk ka. Dhe tani vërsulin të gjithë, po ç'punë keni ju në punë midis ortakëve? Unë i kam denoncuar, unë të valoni se kam jo thonë, kur kam denoncuar, kam pas parasysh Pacolli, kemi hapur me ju, se nuk kam, sepse ai ishte emri kryesor, dhe nuk mund pranoja unë sigurin për 600.000 bileta. Ja, kur nuk ka pranoja. Se ajo ishte kjo është një gjë të mëshme, të gjobisë shqiptarët të pagu. 35 vjetë koncesion, parashikimi është 700 milion fitimi. 700 milion parashikimi. Por, ignoroj parashikimin. 10 vitet e para, taks paguesit i paguajnë koncesionarit 140 milion për trafikun e munguar. Besoj se çdo shqiptare ka të qartë tani se këtu Pacolli dhe Valoni janë thjesht prestanome, po emrat e vërtet të kësaj afere të tmerrshme janë Edi Rama, Lubi Balluku dhe qeveritarë të tjerë. Përgëzoj të dy ministrat, ish ministrat, të cilët kanë refuzuar të firmosin jo për 140, po edhe për 120 milion euro gjob për taks paguesit shqiptar, gjob e vërtet. Këtë duhet ja u shpërndani medjave, këtë shkres që ka emrin e firmën e Lubis. Isha e krahasuat aferën atë që ju e cilësoni